Prej më shumë se 2 javësh në lumin Krena është duke ndodhur një derdhje e ujit, e për këtë situatë janë ankuar shumë qytetarë. Uji së pari mblidhet në një rezervat dhe pastaj përfundon në lumin Krena. Nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakov deklarojnë se në këtë vend bëhen derdhjet atmosferike. Ndërka që Drejtori i Shërbimeve Publike nëpërmjet telefonit na ka thënë se kjo është duke ndodhur për shkak se një kompani është duke ndërtuar me lart dhe gypat i ka vendosur pikërisht në këtë vend, por uji nuk është i rrjetit e kanalizimit, por është ujë atmosferik. E 200 metra nga vendi ku është gypi i ujrave atmosferik, përdhesa e një ndërtesë është mbushur me ujë, ku ka depërtuar edhe era e ujrave të zeza. Qytetarët për këtë situatë kanë shprehur vazhdimisht shqetësimin e tyre prapa kamerës së mediumit ton. Nga kompania rajonale e ujësjellësit Gjakova thanë se ky problem ekziston për faktin se ka probleme të shpeshta nga vërshimet dhe është përgjegjësia atyre që kanë ndërtuar objektin në afërsitë e lumit Krena.